Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Shqipëria hap të gjithë grup kapitujt e negociatave me Bashkimin Evropian. Në konferencën e 7 ndërqeveritare mbajtur në Bruksel u vendos hapja mbi grup kapitullin e 5, burimet, bujqësia dhe kohezioni, duke përfshirë kapitullin e 11, bujqësia dhe zhvillimi rural, kapitullin e 12, siguria ushqimore, veterinaria dhe fitosanitaria, të 13-in peshkimi dhe akvakultura, të 22-in politika rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturor, të 33-in dispozitat financiare dhe buxhetore. Ky është grup kapitulli i fundit të negociatave që Shqipëria hap me Bashkimin Evropian në rrugën drejt antarësimit në BE. Më 19 korrik 2022 u mbajt konferenca e parë ndërqeveritare Shqipëri-BE, që shënoi zyrtarisht dhe hapi negociatave me Shqipërinë. Komisioneri Evropian e Zgjerimit Marta Kos deklaroi se tani është për zbatimin e reformave, duke filluar nga reforma gjyqësore, liria e mediave, e pakicave dhe çështja e pronave. Tani është momenti për të përshpejtuar, sidomos në fusha kritike si reforma në drejtësi, pavarësia gjyqësore dhe lufta kundër korrupsionit, të drejtat e pronësisë, çështjet e pakicave dhe liria e medias. Dhe hapi tjetër është që Shqipëria të përmbush piketat e ndërmjetme. Sipas komisioneres për zgjerim, ecuria e Shqipërisë është dëshmia se kush punon shpërblet. Ajo vlerësoi dhe rolin dhe kontributin e qeverisë shqiptare në përshpejtimin e këtij procesi. Kjo tregon se kur jepni rezultate esni përpara. Ju jeni frymëzim për shumë në Ballkanin Perëndimor, për shumë qytetarë të cilët duan të shohin të njëjtën vendosmëri e ndryshim në vendet e Kryeministri i Shqipërisë në ceremoninë e hapjes së grup kapitullit të fundit të negociatave për antarësim, vlerësoi ndihmën e dhënë nga Unioni në përshpejtimin e këtij procesi. What to say more today, Albania? Ç'të thuash më shumë sot, Shqipëria with this first phase with pride del me krenari nga kjo fazë e parë, e madje me një ndjenjë edhe më të madhe përgjegjësie, ashtu siç tha Marta. Ne nuk përfaqësojmë këtu parti politike apo vetëm një pikpamje politike. Përfaqësojmë këtu një komb të tërë që mbështet si askush tjetër Bashkimin Evropian dhe antarësimin në Bashkimin Evropian. Më shumë se sa 90% të qytetarëve tanë. Edi Rama u angazhua në përmbushjen e të gjitha detyrimeve për përfundimin e procesit të negociatave për antarësim. Both the hard way and the soft way we went through. Ajo mënyra e fortë e ajo e butë me cilën jemi përballur na mësuar një gjë shumë të rëndësishme. Kur mos merr asnjë gjë të mirëqen në Bruksel. Kur të buzëqeshin, shijoje, po mos e merr të mirëqen. Mund të t'ju zhduket nga fytyra sa hapen mbyll syt. Kështu që vazhdo, puno fort dhe përgjigju në çdo rrethan me përulësi e me rezultate. Objektivi i qeverisë shqiptare është përmbyllja e negociatave deri në vitin 2027 dhe antarësim deri në vitin 2030. Sali Berishës ju komunikua urdhërthirrje lidhur me procedimin penal për 21 janarin. Gjatë pranisë në SPAK për çështjen Partizani, ish kryeministri të Shqipërisë ju komunikua data dhe ora se kur duhet paraqitet mbihetimet për ngjarjet e 14 viteve më parë. Ish kryeministri ishte në ambientet e SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje. 4 protestues mbetën të vrarë nga ajo protestë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kreu i opozitës Sali Berisha fajsoi organet e hetimit për thirrjen e tij më herët për të dëshmuar për ngjarjet e 21 janarit 2011. Një radhë parë shtrop pyetjen, pse nuk u thirr Sali Berisha 12 vite pasi iku nga pushteti? Kush e pengoi? Nga viti 2013, çështja është hetuar, ishte duke nga 2013 a gjerë para 2 javësh. Pse nuk u thirr? Kush e pengoi? Cili institucion kontrollon të Sali Berisha? Ina Ramën apo Arta Marku? Asnjë. Nuk u thirra as dhe një herë të vetme. Dhe në rast se do thirresha, pa diskutim, që unë do paraqitesha. Sipas ish kryeministrit, socialistët kanë patur frikë nga dëshmitë e tij. Nuk u thirra se kishin frikë nga dëshmitë e mia. E tëra është kjo, nuk jam thirrur se kishin frikë nga dëshmitë e mia. Dhe prap kanë frikë. Çfarë ishte ajo? Protesta më e dhullshme në historinë e vendit. Ishte Sali Berisha. Rajoni.
Oda Ekonomike e Kosovës fiton betejën ligjore ndaj zyrës së rregullatorit për energji në Gjykatën Supreme. Konstatohet si e palishme dispozita kyçe e akteve në ligjore të nxjerra nga zyra e rregullatorit për energji. Gjykata Supreme vendosi të shfuqizojë nenin 8 të udhëzuesit për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike të datës 18 janar 2017, si dhe nenin 2 të udhëzuesit të ndryshuar dhe plotësuar në datën 13 qershor 2018 dhe 30 tetor 2018. Sipas Odës Ekonomike të Kosovës, ky vendim përfaqëson një hap thelbësor drejt vendosjes së një kuadri ligjor dhe regulator më transparent të drejtë dhe të harmonizuar me interesin e konsumatorëve jo familjar. Policia e Kosovës mori kategorikisht pretendimet e mediave serbe për sulm nga shqiptarët pranë bazës ushtarake Debella Glava në Luginën e Preshevës. Policia komentoi pretendimet të pabazuara që nuk korrespondojnë me asnjë incident të verifikuar nga autoritetet në territorin e Republikës Kosovës. Baza ushtarake Debella Glava ndodhet në komunën e Bujanovcit, qytet në jug të Serbisë, i banuar me shqiptar. Policia sqaroi se situata në zonën kufitare ka qenë dhe mbetet e qetë dhe nën kontroll të plot, ndërsa bëri të ditur se ka arrestuar 4 shtetas të Serbisë gjuetar për kalim ilegal të vijës kufitare dhe armbajtje pa leje. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani theksoi rëndësinë e antarësimit në NATO si më të rëndësishme se antarësimi në Bashkimin Evropian. Në intervistë nga Berlini për media ndërkombëtare, politiku Osmani deklaroi se shkak për këtë objektiv janë planet dhe interesat afatgjata të Rusisë për destabilizimin e vendit. I think Russia has a long-term interest to destabilize the Western Balkans and through the Western Balkans destabilize the European continent. Osmani shprehur e bindur se Kosova i ka përmbushur kriteret bazë për të bërë pjesë e NATO-s. We already meet the criteria. Our army has been built and trained in full compliance with NATO standards. There's a lot of interoperability happening already, and we already spend more than 2% of our GDP. We're planning to double that down in the next 4 years. So we're going to achieve 4% faster than many NATO member states. Ushtria jon është ndërtuar dhe trajnuar sipas standardeve të NATO-s. Ne tashmë shpenzojmë më shumë se 2% të buxhetit për mbrojtje që është kriteri NATO-s. Brenda 4 viteve planifikojmë ta dyfishojmë buxhetin për mbrojtje dhe të arrijmë shpenzime deri në 4% të prodhimit të brendshëm bruto, deklaroi Vjosa Osmani. Presidentja nënvizoi se antarësimi në NATO do të ishte garanci etike për sigurinë e Kosovës dhe stabilitetin e rajonit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i Kuvendit të Republikës Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi firmosi 11 janarin si datë për zgjedhjet lokale për 4 komunat: Gostivar, Mavrov, Rostush, Vrapçisht dhe Qendër Zhup. Në 19 tetor, në raundin e parë të zgjedhjeve lokale në këto komuna nuk pati dalje të mjaftueshme të qytetarëve. Pritet që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve të fillojë përgatitjet për votimin e përsëritur në këto komuna. Nënkryetari i BDI-s Arber Ademi vlerëson se përzgjedhja e kandidatëve për kryetar të komunave nga Aleanca Kombëtare për Integrim nuk ka të bëjë me humbjen në zgjedhjet lokale. Për rezultatin Ademi fajsoi partitë në pushtet, respektivisht VMRO, DPMN dhe Vlenin, për siç thot ai, me një plan të realizuar në mënyrë sistematike. Këta të Vlenit kanë patur vetëm rol epizodik për të dëmtuar organizimin e shëndosh politik të shqiptarëve dhe për të mos pat një përfaqësim dinjitos politik, një përfaqësim të fuqishëm, po përkundrazi që të realizohet një asimilim politik i shqiptarëve në vend. Sa i përket BDI-s, Ademi tha se deri më 20 dhjetor pritet të mbahet kongresi i partisë. Po të gjitha informacionet të cilat do t'i kemi do t'i ndajmë me ju dhe me mbarë opinionin me kohë. Brenda BDI-s po punohet që të kemi një kongres jashtëzakonisht suksesshëm i cili do të përkojë me kërkesat e qytetarëve. Ishte Arber Ademi nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti apelon që Shkupi dhe Prishtina të ndjekin rrugtimin e Shqipërisë për integrim. Përmes rrjeteve sociale, Ali Ahmeti nënvizoi se Shqipëria arriti që për 12 muaj të hap kapitujt negociues të ndarë në 6 grup kapituj, që në vetvete përbën rekord mbreslënës. E ardhmja europiane është rruga e vetme për shqiptarët dhe për të gjithë të tjerët të Ballkanit Perëndimor. Maqedonia e Veriut dhe Kosova duhet të ndjekin hapa dhe të bashkangjiten për kushtimin e Shqipërisë dhe të Malit të Zi për të integruar në Bashkimin Evropian me angazhim konkret në tej kalimin e sfidave përpara nesh, apelon Ali Ahmeti. Arritje e jashtëzakonshme, një bravo e madhe për Shqipërinë, e komentoi kryetari i BDI-s hapjen e të gjithë grup kapitujve për antarësim. Koalicioni Vlen në Maqedoninë e Veriut akuzon ish pushtetin BDI-LSDM
se kanë keq përdorur kalimin e ligjeve me të ashtu quajturin flamur evropian. Nga vlen thonë se nën maskën e harmonizimit me BE-n, ata votuan ndryshime në kodin penal. Sipas shumicës në pushtet, kodi i ri penal nuk është ligj për standarde europiane, por ofertë amnistie për kapjen e shtetit e nënshkruar nga BDI në emër të shqiptarëve, por në interes të Gruevskit, Mjallkovit dhe klikave që kanë plaçshkitur edhe shqiptarët dhe Maqedoninë e Veriut. Sipas vlen, prioritet është një sistem penal që mbron qytetarët dhe drejtësinë, jo ata që për vite të tëra e përdorën ligjin për të pastruar vetveten nga skandalet. Me rastin e shënimit të ditës së Kushtetutës Maqedonisë së Veriut, 34 vjet nga miratimi i saj, kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski përmes një videofjalimi u bëri thirrje të gjithë qytetarëve të jenë besnik ndaj Kushtetutës dhe të përmbushin detyrën e tyre ndaj dheut. Почитувани граѓани, по повод 17 ноември, денот кога пред 34 години е донесен Уставот на Републиката, ве повикувам да му бидеме лојални на Уставот. Me rastin e 17 nëntorit, ditës ku miratua Kushtetuta e Republikës 34 vjet më parë, ju bëj thirrje që të jeni besnik ndaj Kushtetutës, është detyra jon. Forca e Kushtetutës qëndron tërësisht në përkushtimin e çdo qytetari për ta mbrojtur atë. Vetëm nëse secili prej nesh e ndjen këtë detyrë, të drejtat kushtetuese do të mbrohen, tha Konstantinovski. Ai theksoi se ndërtimi i një shteti ligjor sot përfaqëson një akt patriotizmi suprem dhe dashurie për vendin e vet, si dhe mënyrën më të sigurt për të ruajtur besën e paraardhësve dhe për të siguruar një të ardhme për trashëgimtarët në një shtet të lirë, demokratik dhe të begat. Sinjale pozitive vijnë nga Sofia për Shkupin. Një javë përpara e komentoi Spas Tashev nga Akademia Bullgare e Shkencave marrëveshjen për ndërtimin e korridorit të 8. Marrëveshja u nënshkrua në fillim të muajit në gjuhë shef nga zëvendës kryeministrat dhe ministrat e transportit të Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, përkatësisht Grozdan Gradshov dhe Aleksandr Nikolovski. Megjithatë, eksperti nuk fsheu skepticizmin e tij dhe theksoi se tuneli e kurridor ndërkufitar ka më shumë se 100 vjet histori. Jo vetëm BE-ja, por dhe pjesa juglindore e NATO-s është e interesuar për të, shtoi eksperti i Akademisë Bullgare. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.